Një ekzekutiv I vetmuar jeton në një apartament luksos, I rrethuar nga heshtja dhe 3 foshnjë që mezi I nje. Pas një debati të ashpër me ish bashkëshorten, ai bie dhe vendos të shtiret sikur është I pavetdijshëm. Ndërsa dëgjon fshehurazi, zbulon të vërteta të dhimbshme për veten dhe për atë që kujdeset vërtet për fëmijët e tij. Por është tek lotët e sinqertë të Dados që zbulojnë sekretet e së kaluarës që ai gjen mundësinë për të ndryshuar gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Artan Berisha kur nuk e kishte imagjinuar se do të zgjohej në moshën 42 vjeçare I vetëm në një apartament 300 metra katror në zemër të Tiranës. Duke parë muret prej xhami sikur të ishte brenda një vitrine të shtrenjtë dhe boshe. Divorci kishte ndodhur vetëm 8 muaj më parë, por dukej sikur kishte qenë në një jetë tjetër. Valbona, ish gruaja e tij, kishte marrë me vete perdet, disa mobilje, gjysmën e kujtimeve dhe pothuajse gjithë durimin që I kishte mbetur. Ajo që mbeti ishte një heshtje e rëndë, lloji I heshtjes që nuk thyet me muzikë apo televizor, por që kërkon praninë e një personi tjetër. Por Artani nuk kishte kohë për njerëz. Kishte kohë për mbledhje, raporte, kontrata, udhëtime, vendime që lëviznin miliona lekë nga njëra anë në tjetrën. Kjo ishte ajo që ai dinte të bënte, kjo ishte ajo që kishte bërë gjithmonë, dhe ishte kjo gjë së cilës I ka përthejë çdo mëngjes për të mos menduar për boshllëkun në të cilin ishte shndërruar apartamenti. Zilja e alarmit binte gjithmonë në 5:30. Ai ngrihej, bënte dush, vishte një kostum pa asnjë rrudh, pinte një kafe të zezë dhe të fortë, kontrollonte emailet në celular ndërsa zbriste me ashensor deri në garazh. Dita vazhdonte me një ritëm mekanik, të parashikueshëm, efikas. Mbledhje me investitor, telefonata me avokat, nënshkrime, mbyllje marrëveshjesh, negociata që zgjasnin me orë të tëra dhe që ai drejtonte me një ftohtësi të llogaritur që impresiononte dhe friksonte në të njëjtën kohë. Në zyrë ishte I respektuar. I frikshëm, ndoshta. I admiruar nga disa. Por kur I dashur. Dhe kjo nuk e shqetësonte, ose të paktën kështu I thoshte vetes sa herë që kthehej në shtëpi dhe gjente vetëm pasqyrimin e tij në xham. Por Artani nuk ishte plotësisht I vetëm. Kishte 3 jetë të vogla që ndanin atë hapësirë me të, 3 jetë që lindën në mes të kaosit të divorcit, 3 jetë që ai mezi arrinte t'i shite në sy pa ndjerë një shtrëngim të çuditshëm në gjoks, një përzierje faji. Frike dhe diçkaje që ai refuzonte ta quante dashuri. Bora, Era dhe Besi. 3 njakët. 10 muajsh, të shëndetshëm, aktiv, plot energji dhe plotësisht të varur nga kujdesi I vazhdueshëm. 2 vajza dhe një djalë që erdhën në botë pikërisht kur gjithçka po shembej përreth. Artani kujtonte sallën e lindjes, dritat e forta, mjekët që flisnin në të njëjtën kohë, valbonën që bërtiste, foshnjat që qanin njëra pas tjetrës dhe ndjesinë se po e shihte gjithë atë sken nga jashtë, sikur të mos kishte lidhje me të. Në muajt e parë, Valbona u kujdes për fëmijët me një përzierje për kushtimi dhe inati. Çdo pampers I ndëruar dukej si një faturë e paraqitur, çdo natë pa gjumë kthehej në argument në zënkat që u bën gjithnjë e më të shpeshta. Ajo kërkonte prani, vëmendje, ndihmë, por Artani gjithmonë kishte një justifikim. Një udhëtim urgjent. Një mbledhje që nuk mund të shtyhej. Një problem në kompani që vetëm ai mund ta zgjidhte. Derisa marrëdhënia u shkatërrua plotësisht dhe Valbona u largua nga shtëpia duke marrë me vete jetën e saj, por duke lënë 3 njakët. Jo sepse nuk I donte, por sepse e dinte që ti kishte ata ishte e vetmja mënyrë për të qëndruar e lidhur financiarisht me Artanin. Ishte strategji e pastër, e ftohtë, e dhimbshme. Dhe funksiononte. Kështu hyri Anila në jetën e tyre. Një vajzë 25 vjeçare e ardhur nga një qytet I vogël në rrethinat e Përmetit, me një të kaluar të shënuar nga humbje që ajo I mbante në heshtje. Prindërit ishin larguar pa pritur në një aksident rrugor mes një qyteti dhe një tjetri, kur ajo ishte vetëm 19 vjeç. Nga një moment në tjetrin, mbeti vetëm në botë. Pa vëllezër e motra, pa shtëpi të sajen, pa idenë më të vogël se çfarë të bënte me jetën që kishte përpara. Kaloi vite duke shkuar nga një punë në tjetrën, duke fjetur në dhoma me qira, duke mbledhur qindarka, duke mbajtur lotët, duke u përpjekur të gjente një vend ku më në fund mund të ndihej se I përkiste. Kur u shfaq vendi I punës si Dado në Tiranë, ajo nuk hezitoi. Paga ishte e mirë, më e mirë se çdo tjetër që kishte marrë ndonjëherë. Shtëpia ishte e madhe, luksoze, plot me gjëra që ajo kur nuk I kishte parë nga afër.
por ajo që e bëri vërtet të pranonte ishin fotot e fëmijëve që i tregoi agjencia. 2 vajza të vogla dhe një djalë i vogël, të gjithë me atë pamjen e brish dhe të varur që kanë foshnjall. Diçka brenda saj u zgjua. Ishte sikur, në një farë mënyre, ato 3 qenie të votkla të mbushnin boshllokun që kishte lënë humbja e prindërve. Artani mezi e pa Anilën ditën që ajo mbërriti. Ishte në telefon duke bërë gjeste, i irrituar me diçka që dikush në anën tjetër të linjës kishte bërë gabim. Ajo hyri nga dera anësore me një valixhe të vogël dhe një çantë shpine të vjetër, përshëndeti me mirësjellje dhe u shoqërua nga kujdestarja e shtëpisë deri në dhomën që do të ishte e saj. Ishte një hapësirë e thjeshtë, por e rehatshme, me një krevatek, një dollap, një dritare që shikonte nga lavanderia. Asgjë e madhe, por për Anilën ishte më se e mjaftueshme. Ajo vendosi rrobat e saj të pakta, mori frymë thellë dhe shkoi të takonte trenjakët. Dhoma e fëmijëve ishte në katin e sipërm, një dhomë e gjerë dhe e dekoruar mirë, me mure në tone pastel, mobilje druri të çelët, rafte plot me lodra të importuara dhe 3 krevate fëmijësh të vendosur krah për krah. Bora ishte zgjuar, duke parë lodrën shumë ngjyrëshe që rrotullohej ngadalë mbi të. Era flinte përmbys, me fytyrën e kthyer anash, e qetë. Besi qante lehtë, një eqar e lodhur, sikur ta dinte tashmë se askush nuk do të vinte shpejt. Anila ndjeu një shtrëngim në zemër. E mori djalin në krah, e rregulloi në gjoksin e saj dhe filloi ta tunte butësisht, duke i kënduar me zë të ulët një ninull që nëna e saj ja këndonte kur ishte e vogël. Besi pushoi se qari pothuajse menjëherë, sikur të njihte në një farë mënyre se aty ishte dikush që vërtet kujdesej. Atë natë të parë, Anila mezi fjeti. U ngrit 3 herë për të kontrolluar nëse foshnjat ishin mirë, nëse bataniet nuk kishin rëshitur, nëse temperatura e dhomës ishte e përshtatshme. Artani, në katin e poshtëm, as që e vuri re. Ishte mbyllur në zyrë, duke ju përgjigjur emaileve deri vonë, drita e ekranit të kompjuterit ndriçonte fytyrën e tij të tensionuar. Për të, fakti që kishte punësuar një dado e zgjidhte problemin. Tani dikush kujdesej për fëmijët, ai paguante mirë për këtë dhe mund të vazhdonte të përqendrohej në atë që vërtet kishte rëndësi, që ishte mbajtja në këmbë e perandorisë që kishte ndërtuar. Ditët u shndërruan në javë dhe javët në muaj. Anila zgjoi para se të linte dielli, përgatiste biberonat, ndërronte pampersat, u bënte banjë trenjakëve, këndonte, luante, bisedonte me ta sikur të kuptonin çdo fjalë. Dhe ndoshta kuptonin, sepse Bora buzëqeshte sa herë që dëgjonte zërin e saj, e rashtrinte krahët e vegjël duke kërkuar përqafim, dhe Besi qeshte me të madhe kur ajo bënte mimika qesharake. Artani e shihte gjithë këtë nga larg, gjithmonë kalimthi. Zbriste shkallët me kostum, me çantën në dorë, bënte një përshëndetje të shpejtë me kokë, pyeste nëse gjithçka ishte në rregull dhe dilte para se të dëgjonte përgjigjen. Anila përgjigjej me mirësjellje, duke ruajtur distancën që e mendonte të përshtatshme. Në fund të fundit, ajo ishte vetëm punonjësja. Por punonjëse apo jo, Anila ishte ajo që ishte aty. Ishte ajo që mbante të qarat në mesnatë, që i përkunte kur u ngrihej temperatura, që festonte çdo arritje të vogël. Ishte ajo që pa Borën të hidhte hapat e parë, duke u mbajtur fort të buza e divanit, ndërsa Artani ishte në Durrës duke mbyllur një kontratë. Ishte ajo që dëgjoi erën të belbëzonte fjalën e parë, që tingëlloi pothuajse si mam, ndërsa shikonte drejt për drejt Anilën, jo nënën biologjike që rrallë shfaqej. Ishte ajo që vuri re se Besi kishte frikë nga zhurmat e larta dhe filloi të fikte televizorin dhe të fliste më ulët sa herë që ai ishte afër. Anila i ruante këto kujtime në zemër, sepse e dinte që askush tjetër nuk po i ruante. Artani nuk pyeste si kishte qenë dita, nuk donte të dinte nëse fëmijët kishin mësuar diçka të re, nuk ulej në dysheme për të luajtur. Valbona telefononte her pas here, gjithmonë për të folur përpara, kur për të pyetur nëse fëmijët ishin mirë. Dhe Anila, që kishte humbur kaq shumë në jetë, i mbante ata 3 të vegjël sikur të ishin gjëja e fundit që i kishte mbetur. Artani e kuptonte në mënyrë të paqartë dhe të largët se diçka nuk shkonte. Ndonjëherë, në mes të një mbledhjeje, e gjente veten duke menduar për trenjakët. Herë të tjera, kur kthehej në shtëpi vonë natën, ngjiste shkallët ngadalë dhe qëndronte në derën e dhomës së fëmijëve, duke parë 3 fëmijët që flinin, kaq të vegjël, kaq të pambrojtur, kaq të pavetëdijshëm për gjithçka që ndodhte përreth. Në ato momente, ndjente diçka që nuk arrinte ta emërtonte. Nuk ishte saktësisht faj. Ndoshta ishte frikë. Frikë se një ditë ata do të rriteshin dhe nuk do ta njihnin si baba.
Frikë se gjithçka që ai kishte ndërtuar, gjithë parat, gjithë pushteti, gjithë suksesi, nuk do të kishin absolutisht asnjë kuptim nëse ai nuk do të kishte dikë me të cilin t'i ndante. Por këto mendime zgjasnin pak. Të nesërmen, zilja e alarmit binte në 5:30 dhe gjithçka rifillonte. Mbledhje, kontrata, udhëtime. Dhe Anila vazhdonte të ishte aty, duke u kujdesur, duke dashur në heshtje, duke mbushur hapësirën që duhej të ishte e tija. Teto Liria, portierja e pallatit, vëzhgonte gjithçka nga larg. Kishte 15 vjet që punonte aty dhe kishte parë shumë gjëra. Familje që vinin të lumtura dhe largoheshin të shkatëruara, çifte që shtiresheshin harmonik në ashensor dhe bërtisnin brenda apartamenteve, fëmijë që rriteshin nga dadot ndërsa prindërit udhëtonin në përballë. Kur shite Anilën që dilte për shëtitje me trenjakët në karrocën treshe, gjithmonë i bënte një buzëqeshje të trishtuar. Nitet e ajo vajzë të njëjtin përkushtim që ajo vetë kishte pasur me fëmijët e saj, vetëm se Anila kujdesej për fëmijë që as nuk ishin të saj. Dhe babai, ai burr serioz me kostum që hynte e dilte pa parë anash, dukej se as nuk e kuptonte që kishte 3 thesare në shtëpi. Një ditë, teto Liria e ndaloi Anilën te hyrja. Ishte një pasdite e nxehtë vere, ajo vapa e rëndë që vetëm Tirana e njeh, kur dielli godet asfaltin dhe duket se e shkrin të gjithë qytetin. Anila kthehej nga parku me trenjakët e djersitur dhe të lodhur, por të lumtur. Bora kishte gjetur një guralec që mendonte se ishte thesar dhe nuk e lëshonte nga dora e vogël. Era ishte magjepsur nga një qen që kaloi me vrap. Besi kishte fjetur rrugës, i përkundur nga lëkundja e karrocës. Anila, duhet të kujdesesh edhe për veten, moj bi, tha teto Liria, me atë mënyrën amësore që kishte. Të shoh këtu çdo ditë, gjithmonë me vrap, gjithmonë me fëmijët në krah, gjithmonë e shqetësuar. Po ti? Kur ishte hera e fundit që dole vetëm, që bisedove me dikë, që mendove për veten? Anila buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e lodhur. Jam mirë, teto Liri. Fëmijët kanë nevojë për mua. Të gjithë kanë nevojë për dikë, bia ime. Por nuk mund të shuhemi plotësisht për të tjerët. Edhe nëse janë 3 engjëj si këta, tha portierja, duke i përkëdhelur fytyrën erës. Anila e falenderoi dhe vazhdoi drejt ashensorit, por fjalët i mbetën duke i bërë jehon në kokë. Ishte e vërtetë që ajo nuk kishte jetë të sajën. Nuk kishte miq në Tiranë, nuk dilte, nuk kishte të dashur, nuk bënte asgjë tjetër përveç se të kujdesej për trenjakët. Por kjo ishte ajo që e mbante në këmbë. Kjo ishte ajo që u jepte kuptim ditëve. Pasi humbi prindërit, pasi kaloi vite duke u ndjerë e padukshme në botë, më në fund kishte gjetur një vend ku ishte e nevojshme. Ku 3 jetë të vogla vareshin prej saj. Dhe kjo, sado e lodhshme të ishte më mirë se boshllëku që kishte më parë. Po atë natë, pasi vuri trenjakët në gjumë, Anila zbriti për të marrë një gotë ujë në kuzhinë. Artani ishte në zyrë, si gjithmonë, por dera ishte gjysmë e hapur. Dëgjonte zërin e tij në telefon, toni ngrihej gjithnjë e më shumë. Ishte Valbona, pa dyshim. Sa herë që ai fliste me ish gruan, biseda përfundonte me sherr. Anila u përpoq të kalonte shpejt, pa bërë zhurmë, por përfundoi duke dëgjuar disa fjali. Ata nuk janë monedhë kembimi, Valbona. Janë fëmijët tanë. Jo, nuk do të pajtohem me këtë. Ti tashmë ke pension ushqimor të mjaftueshëm. Mjaft përdore fëmijët për të më shantazhuar. Anila ndjeu një shtrëngim në gjoks. E dinte që trenjakët ishin në mes të një lufte që nuk e kishin kërkuar. Dhe e dinte që, në fund të fundit, kush ishte vërtet pranë tyre nuk ishte as babai, as nëna, por ajo. Një e huaj që ishte bërë personi më i rëndësishëm në jetën e tyre. Dhe kjo ishte në të njëjtën kohë ngushëlluese dhe e frikshme. U kthye në dhomë, u shtri në krevat dhe mbeti duke parë tavanin. Mendoi për prindërit, për sa shumë i mungonte të kishte dikë që thjesht kujdesej vërtet. Mendoi se si Bora, Era dhe Besi nuk do ta kishin kur këtë nëse do të vareshin vetëm nga Artani dhe Valbona. Dhe mendoi se si ajo, pa e kuptuar, ishte bërë e vetmja konstante në jetën e tyre. E vetmja prani e vërtetë. Poshtë, Artani e mbylli telefonin me aq forcë sa gati e theu aparatin. Ishte i raskapitur. I raskapitur nga zënkat, nga kërkesat, nga ndjesia se vazhdimisht po gjykohej dhe gjendej fajtor. U ngrit, doli nga zyra dhe ndaloi në korridor, duke parë shkallët që çonin në katin e sipërm.
Mendoi të ngjitej, të shite trenjakët duke fjetur, të qëndronte aty vetëm duke i vëzhguar siç bënte Anila ndonjëherë. Por nuk shkoi. U kthye në zyrë, mori një tjetër raport për të rishikuar dhe u zhyt në punë. Ishte më e lehtë të merreshe me numra se sa me ndjenja. Derisa një natë, gjithçka ndryshoi. Një natë kur Artani, i lodhur nga një tjetër diskutim i pafund me Valbonën në telefon, zbriti shkallët i shpërqendruar, humbi ekuilibrin dhe ndjeu botën të rrotulloi rreth tij në një mënyrë që nuk e kishte ndjer kur më parë. Dhe ishte në atë moment rënjeje, literale dhe simbolike, që gjithçka filloi të transformohej. Ishte një e enjte, gati 10 e natës, dhe qyteti poshtë shkëlqente me miliona drita që e bënin Tiranën të dukej si një qiell i përmbysur. Artani ishte në zyrë, si zakonisht, por këtë herë biseda me Valbonën kishte kaluar çdo kufi. Ajo donte më shumë para, gjithmonë donte më shumë, dhe përdorte trenjakët si armë kryesore. Thoshte se duhej të punsonte një dado tjetër për ta ndihmuar kur fëmijët të qëndronin me të në fundjavë, megjithse të gjithë e dinin se Valbona rrallëherë qëndronte me fëmijët. Thoshte se apartamenti i saj kishte nevojë për rinovime për të akomoduar 3 fëmijë, megjithse jetonte në një vend me 4 dhoma dhe kalonte pjesën më të madhe të kohës duke udhëtuar. Çdo argument ishte një thik, çdo fjalë një akuzë e fshehur për gjithçka që kishte shkuar keq mes tyre. Artani e shtrëngonte celularin me aq forcë sa i dhimbnin gishtat. Përpiqej ta mbante zërin të kontrolluar, por ndjente zemërimin që i ngjitej në fyt. Jo, Valbona. Këtë herë jo. Ti tashmë merr mjaftueshëm për të jetuar rehat. Trenjakët kanë gjithçka që u nevojitet këtu. Gjithçka. Në anën tjetër të linjës, ajo qeshi. Një e qeshur e hidhur, plot helm. Gjithçka? Kanë gjithçka, Artan? Kanë një baba të pranishëm? Kanë dikë që i vë në gjumë? Apo kanë vetëm një dado të paguar për të shtirur si nën sepse ti nuk ke guxim të jesh baba? Fjalët e goditën në shenjë. Artani e mbylli telefonin pa u përgjigjur dhe mbeti aty në këmbë, duke marrë frymë thellë, duke u përpjekur të kontrollonte stuhin që ndjente brenda. E dinte që Valbona kishte të drejtë, të paktën pjesërisht. E dinte që po dështonte si baba. Por ta dije dhe ta pranoje ishin gjëra krejtësisht të ndryshme. Mori gotën e uiskit që ishte mbi tavolinë, e piu me një glënik dhe vendosi të ngjitej në dhomë. Duhej të flinte, ta harronte atë bisedë, të rifillonte të nesërmen siç bënte gjithmonë. Por kur hapi derën e zyrës dhe eci drejt korridorit, kuptoi se ishte më i tronditur se sa e imagjinonte. Koka i rëndonte, mendimet i rrotulloheshin pa pushim, fjalët e Valbonës i bënin jehon si një disk i gërvishtur. Filloi të ngjiste shkallët pa u kushtuar vëmendje hapave të tij, me mendjen larg, i humbur në një labirint fajesh dhe justifikimesh. Ishte kur arriti në shkallën e parafundit që ndodhi gjithçka. Këmba e majt shkeli në boshllëk, rëshiti, trupi humbi ekuilibrin përpara dhe, për një fraksion sekonde, Artani ndjeu terrorin e pastër të diturit se do të rrëzohej dhe nuk kishte si ta shmangte. Goditja ishte e dhunshme. Celulari i fluturoi nga dora dhe rëshiti nëpër 2 sheme, supi u përplas i pari, pastaj koka, dhe më në fund i gjithë trupi u shtri në 2 shemen e ftohtë të korridorit. Dhimbja erdhi me val. Supi i pulsonte, brinjet i digjnin me çdo frymëmarrje, koka dukej sikur ishte goditur nga një çekiç. Artani mbeti aty i shtrirë, i trullosur, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Lëvizi gishtat e duarve, pastaj të këmbëve. Gjithçka funksiononte. Asgjë nuk dukej e thyer, por gjithçka dhimbte në një mënyrë që ai nuk e kishte ndjer kur më parë. Atëherë dëgjoi. Hapa të shpejt që vinin nga kati i sipërm, zëra të mbytur të qarash, tingulli i pagabueshëm i trenjakëve të frikësuar. Dhe, bashkë me ta, zëri i Anilës, nervoz, i shqetësuar, duke u përpjekur të qetësonte fëmijët ndërsa zbriste me vrap. Artani, ende i marrë mendsh, pati një mendim të çuditshëm, gati morbid. Donte të dinte se si do të reagonin njerëzit nëse do të mendonin se ai ishte vërtet keq. Donte të shihte kush kujdesej vërtet dhe kush thjesht do të ndiqte protokollin. Ishte një kuriozitet egoist, e dinte, por në atë moment dhimbjeja dhe konfuzioni ju duk se kishte kuptim. Mbylli syt, relaksoi trupin dhe vendosi të shtirej sikur ishte pa ndjenja. Anila arriti në korridor e tmerruar, me borën në një krah, erën në tjetrin dhe besin të kapur pas qafës së saj, të tre duke qarë me zë të lartë, të frikësuar nga zhurma e rënies.
kur pa Artanin të shtrirë në dy sheme të palvishëm, zemra e saj gati ndaloi. Zoti Artan. Zoti Artan, a më dëgjoni? Ajo u gjunjëzua pranë tij, duke u përpjekur të mbante 3 fëmijët në të njëjtën kohë dhe me dorën e lirë I preku fytyrën. Ishte I ngrohtë, I djersitur, por nuk përgjigjej. Kërkoi pulsin, ndjeu rrahjet e zemrës, të shpejta, të forta. Ishte gjallë, por nuk zgjohej. Paniku e pushtoi. Besi qante I dëshpëruar, era bërtiste, Bora ishte kapur pas fustanit të Anilës me aq forcë sa gati e grisi copën. Anila shikoi përreth duke kërkuar celularin e Artanit dhe e pa aparatin larg, afër derës. Duhej të telefononte urgjencën, por nuk mund t'i linte thjesht trenjakët në dy sheme. Ishin të tmerruar, ndjenin frikën e saj dhe sa më shumë ajo përpiqej t'i qetësonte, aq më shumë ata qanin. Pesha e 3 fëmijëve filloi t'i dhimbte në krah, shpina I diqte, gjunjët I dridheshin, por ajo nuk I lëshonte. Nuk mund t'i lëshonte. Zoti Artan, ju lutem, zgjohuni. Ju lutem. Kam nevojë që të zgjoheni, thoshte ajo, me zërin që I dridhej. Lotët filluan të rridhnin, duke I lagur fytyrën, duke rënë mbi uniform. Anila u përpoq të ngrihej me trenjakët, u lëkun, gati u rrëzua, dhe më në fund arriti të shkonte deri te celulari. Formoi numrin e urgjencës, por duart I dridheshin aq shumë sa gaboi numrat. Provoi përsëri, gaboi përsëri. Besi qante edhe më fort, Bora shtrinte krahët e vegjël drejt Artanit, sikur të donte ta zgjonte, dhe era kishte fytyrën e kuqe nga të bërtiturat. O Zot, çfarë të bëj? Çfarë të bëj? Anila fliste me vete, me zë të lartë, pa e kuptuar se Artani dëgjonte çdo fjalë. Nuk duhej të kisha qëndruar lart. Duhej të kisha zbritur. Gjithmonë relaksohem dhe gjithmonë ndodh diçka. Gjithmonë. Është faji im. Është gjithmonë faji im. Artani, I palvishëm në dy sheme, ndjente çdo rrokje si një tethike. Kuptoi se Anila po fajsonte veten për diçka që nuk kishte asnjë lidhje me të, se po merrte përsipër përgjegjësi që nuk ishin të sajat, se mbante një peshë që ai vetja kishte vënë mbi supe pa e pyetur kur nëse e duronte dot. Dhe më shumë se kaq, kuptoi diçka që e tronditi thellë. Trenjakët, të tmerruar, kapeshin pas Anilës, kërkonin ngushëllim tek ajo, jo tek ai. Edhe me baban aty, të rrëzuar, me sa duket të lënduar, ishte ajo që ata donin. Ishte ajo që ata njihnin si siguri, si shtëpi, si dashuri. Më në fund, pas 3 përpjekjesh, Anila arriti të formonte numrin saktë. Një zë I qetë nga ana tjetër I kërkoi të shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Shefi im ra nga shkallët. Nuk zgjohet. Nuk di çfarë të bëj. Kam 3 foshnja këtu me vete dhe nuk mund t'i lë vetëm. Ju lutem, dërgoni dik shpejt. Ju lutem. Operatori tha se ambulanca ishte rrugës, se duhej të ruante qetësinë, se nuk duhej ta lëvizte personin. Anila e falenderoi, e mbylli dhe u gjunjëzua përsëri pranë Artanit, ende duke mbajtur trenjakët me një forcë që I vinte kush e di se nga. Zoti Artan, nëse më dëgjoni, ju lutem, jepni një shenjë. Çfarëdo qoftë. Nuk duroj dot të humbas më askën. Nuk duroj dot. Zëri I saj u thye dhe fjalët që pasuan dolën në një rrjedhë të pakontrolluar, sikur t'i kishte ruajtur gjithë ato për një kohë të gjallë. Unë tashmë I kam humbur prindërit. Tashmë kam mbetur vetëm në botë. Nuk dua t'ju humbas edhe ju. Ju jeni gjithçka që kam. Fëmijët, ju, kjo shtëpi. Është gjithçka që kam. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks që nuk kishte lidhje me rënjen. Anila vazhdoi të fliste, tani më ulët, sikur po lutej. Prindërit e mi dolën nga shtëpia një mëngjes normal. Babai kishte shkuar të rregullonte kamionin në qytetin fqinj. Mamaja shkoi bashkë me të sepse kishte një vizitë te mjeku. Thanë se do të ktheheshin para darkës. Unë prita. Gatuava, rregullova shtëpinë, prita. Por ata nuk u kthyen kurrë. Kamioni u përplas ballë për ballë me një mjet tjetër. Policia tha se nuk vuajtën. Por unë vuajta. Unë kam vuajtur çdo ditë që atëherë. Ajo fshiu fytyrën me mëngën e uniformës, shtrëngoi trenjakët në gjoks dhe vazhdoi. Kur erdha këtu, kur pash Borën, Erën dhe Besin për herë të parë, ndjeva se Zoti më kishte dhënë një shans të dytë. Një shans për t'u kujdesur për dik përsëri. Një shans për të pasur një familje, edhe pse nuk ishte e imja vërtet. E di që jam vetëm da doja.
E di që ju nuk jeni fëmijët e mi. Por unë I dua këta fëmijë si kur të ishin të mi. E dua çdo të qarë, çdo buzëqeshje, çdo herë që ata shtrin krahët duke kërkuar për qafim. E ruaj çdo moment sepse e di që një ditë do të më duhet të largohem dhe këto kujtime do të jenë gjithçka që do të kem. Artani, ende me sy mbyllur, ndjeu diçka të lagësh që I rrinte nga cepi I syrit. Ishte një lodh. Nuk arriti ta mbante. E vërteta e zhveshur ishte aty, e thënë nga dikush që ai gjithmonë e kishte trajtuar si të padukshme, si një tjetër pjesë në ingranazhin e shtëpisë. Anila nuk ishte vetëm dadoja. Ishte nëna që trenjakët kishin në të vërtetë. Ishte prania e vazhdueshme, përqafimi I sigurt, zëri që qetësonte. Dhe ai, babai biologjik, ishte vetëm një hije që kalonte me vrap, gjithmonë shumë I zënë, gjithmonë shumë I largët. Nëse do të ishit në vendin e Anilës, a do të kishit qëndruar në atë shtëpi edhe pse trajtoheshit vetëm si punonjëse, apo do të kishit kërkuar një vend tjetër ku të vlerësoheshit vërtet? Na tregoni në komente. Sirena e ambulancës u afrua, duke qarë natën me tingullin e saj të mpret dhe urgjen. Anila u ngrit, rregulloi trenjakët dhe vrapoi te dera për ta hapur. 2 mjek të urgjencës hynë shpejt me një barel, pajisje, pyetje teknike. Kontrolluan shenjat jetësore të Artanit, testuan reflekset, bën pyetje të cilave ai nuk ju përgjigj. Vendosën ta çonin në spital për ekzaminime. Njëri nga mjekët sugjeroi që Anila të qëndronte me fëmijët, se nuk ishte e nevojshme të shoqëronte, por ajo refuzoi. Nuk mund ta lë të shkojë vetëm. Dhe gjithashtu nuk mund t'i lë fëmijët këtu. Do të vijmë bashkë. Të gjithë ne. Zëri I saj ishte I prerë, I vendosur, gati I dëshpëruar. Mjeku shikoi kolegun e tij, të dy hezituan, por në fund ranë dakord. Në fund të fundit, vajza kishte të drejtë. Ata 3 fëmijë nuk mund të qëndronin vetëm, dhe burri, sado para dhe rehati të kishte, po shkonte në spital pa njeri pranë. Hipën të gjithë në ambulancë. Anila u ul në sediljen anësore, me besin që flinte në një krah, erën në tjetrin dhe borën të mbështetur në prerin e saj. Lodhja ishte e dukshme në çdo rrudhë të fytyrës së saj, në sytë e kuq nga të qarat, në qëndrimin e kërrusur të dikujt që mbante peshë të tepërt për një kohë të gjatë. Njëri nga mjekët I ofroi ndihmë për të mbajtur fëmijët, por ajo refuzoi me mirësjellje. Ishin të sajet për t'i mbajtur, ishin të sajet për t'i mbrojtur. Të paktën në atë moment, në atë hapësirë të ngushtë të ambulancës që çante natën e Tiranës, ajo ishte gjithçka që ata kishin. Artani, I shtrirë në barel, dëgjonte motorin e ambulancës, bipin e aparateve që monitoronin zemrën e tij, frymëmarrjen e thellë të Anilës që përpiqej të qetësohej. Çdo sekondë që kalonte, faji rritej. Çdo minutë heshtjeje peshonte më shumë. E dinte se kishte shkuar shumë larg me atë farsë. E dinte se po detyronte një grua që tashmë kishte vuajtur shumë të rijetonte frikërat e saj më të këqija. Por ende nuk kishte guxim të hapte sytë dhe të rrëfehej. Kishte frikë nga reagimi I saj, frikë të shite zhgënjimin, zemërimin, hidhërimin. Kështu që vazhdoi të qëndronte aty, I palvizshëm, një burr që kishte gjithçka dhe nuk kishte asgjë në të njëjtën kohë. Ambulanca ndaloi para urgjencës. Dyert u hapën dhe ekipi mjekësor tashmë priste me një barel gati. E morën Artanin. Shpejt brenda, duke I bërë pyetje Anilës të cilave ajo u përgjigjej me zë të dridhur. Jo, nuk ka alergji. Po, merr ilaçe për tensionin. Jo, nuk e goditi kokën fort, mendoj se ishte më shumë supi. Ajo I dinte të gjitha detajet, të gjitha medikamentet, të gjithë historikun. Dinte më shumë për jetën e tij se sa ai vetë ndonjëherë ndalonte të mendonte. E ulën Anilën në një karrige në sallën e pritjes, me trenjakët ende në krah. Një infermiere I solli ujë, e pyeti nëse ishte mirë, I ofroi ndihmë. Anila e falenderoi dhe mbeti aty, duke lëkundur butësisht trupin për t'i mbajtur fëmijët në gjumë. Përreth, njerëz të tjerë prisnin, një burr me dorën e fashuar, një grua që mbante një foshnjë që qante, një çift të moshuarisht të përqafuar. Secili me dhimbjen e tij, secili me historinë e tij. Dhe Anila, aty në mes, duke mbajtur 3 jetë që nuk ishin të sajat nga gjaku, por ishin nga zgjedhja. Nga dashuria. Brenda në dhomën e ekzaminimeve, Artanit I bën radiografi, ekzaminime neurologjike, verifikime të shenjave jetësore. Mjekët bisedonin mes tyre, analizonin imazhet, mbanin shënime. Gjithçka tregonte se ai kishte pasur fat.
Kontuzionet të lehta, asgjë e thyrë, asnjë shenjë traume të rënd kraniale. Së shpejti mund ta lironin. Por para kësaj, para se mjekët të jepnin verdiktin përfundimtar, Artani mori një vendim. Nuk mund të vazhdonte më të shtirej. Nuk mund ta përdorte më cënueshmërinë e Anilës si eksperiment. Ishte koha të hapte syt, literalisht dhe figurativisht. Ambulanca u nis përgjatë bulevardit dëshmorët e kombit duke qarë trafikun e natës, duke mbajtur brenda saj një biznesmen që shtirej se ishte pa ndjenja, një dado që mbante një bar dashurie dhe humbjeje dhe 3 foshnja që flinin. Më në fund të raskapitura, në krahët e të vetmit person që vërtet kujdesej për ta. Dhe brenda asaj kutje metalike me drita vezulluese, diçka ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Mjeku hyri në dhomën e ekzaminimeve me një blok shënimesh në dorë dhe një shprehje të qetë. Zoti Berisha, a mund të më dëgjoni? Ekzaminimet nuk tregojnë asgjë serioze. Kontuzionet të lehta, asgjë e thyrë. Keni pasur shumë fat. Por duhet të zgjoheni për të vlerësuar më mirë ndërgjegjen. Zoti Berisha? Artani e dinte se nuk mund ta shtynte më. Hapi syt ngadalë, sikur po zgjohej vërtet nga një alivanosje e gjallë. Drita e fortë e spitalit e verboi për një çast. I puliti syt disa herë, duke u shtirur i çorientuar dhe shikoi përreth. Mjeku buzëqeshi i lehtësuar. Mirë se u kthyet. Si po ndiheni? I marrën mendsh. Me dhimbje. Por jam mirë, u përgjigj Artani me zë të ngjirur. Fjalët dolën të ngarkuara me një faj që mjeku nuk mund ta kuptonte. Profesionisti i bëri edhe disa pyetje, testoi reflekset, i kërkoi Artanit të lëvizte krahët dhe këmbët. Gjithçka funksiononte në mënyrë perfekte. Do t'ju jap një qetësues për dhimbjen dhe do t'ju kërkoj të qëndroni në vëzhgim për një orë tjetër. Pas kësaj, nëse nuk ka asnjë simptom të re, mund të shkoni në shtëpi. Por pushim absolut për ditët në vijim, në rregull? Artani pohoi me kokë. Mjeku doli, duke e lënë vetëm në dhomë. Dhe ishte në këtë moment heshtjeje që pesha e asaj që kishte bërë ira mbi supe si një ton tulla. Ishte shtirur pa ndjenja për të vëzhguar reagimet, për të kënaqur një kuriozitet egoist dhe në proces kishte lënduar dikë që nuk e meritonte. Anila kishte hapur zemrën, kishte ekspozuar plagët e saj më të thella, kishte qarë dhe kishte fajsuar veten për diçka që nuk ishte faji i saj. Dhe ai kishte dëgjuar gjithçka, i fshehur pas një gënjeshtre frikacake. Një infermiere hyri, kontrolloi aparatet, rregulloi serumin që as nuk ishte i nevojshëm, por që e kishin vendosur për çdo rast. Shoqëruesja juaj është në sallën e pritjes. Doni ta thërras? Artani hezitoi. Po, ju lutem. Thërriteni. Minuta më vonë, Anila u shfaq në derë, ende me trenjakët në krah. Ata ishin zgjuar dhe shikonin përreth me atë pamjen kurioze që kanë fëmijët e vegjël. Bora shtriu krahët kur pa Artanin, por jo drejt tij. Donte vetëm të ndryshonte pozicion në prerin e Anilës. Era hapte gojën nga gjumi, syt I kishte të kuq nga të qarat. Besi shikonte fiksuar baban e tij, sikur po përpiqej të kuptonte kush ishte ai burr I shtrirë në krevatin e spitalit. U zgjuat, tha Anila, dhe kishte diçka ndryshe në zërin e saj. Nuk ishte saktësisht lehtësim. Ishte më shumë një lodhje e thellë, një raskapitje që shkonte përtej fizikes. Faleminderit Zotit. Mjekët thanë se do të bëheni mirë. Artani e shikoi vërtet për herë të parë që kur ajo kishte hyrë në atë shtëpi muaj më parë. Pas sytë e enjtur nga të qarat, flokët e shpupuritur që I dilnin nga topuzi, uniformën e zhubravitur, rrathët e zinj poshtë syve. Pa një grua të re që mbante një peshë që nuk ishte e saj nga natyra, por që e kishte marrë përsipër gjithsesi. Pa trishtimin, frikën, përkushtimin. Dhe pa gjithashtu dyshimin, sikur po maste çdo fjalë para se të fliste. Anila, duhet të them diçka. Zëri I tij doli më I ulët se sa e kishte menduar. Ajo bëri një hap prapa instinktivisht, duke shtrënguar trenjakët në gjoks. Diçka në shprehjen e Artanit e vuri në alarm. Folni, zotëri. Ai mori frym thellë. Nuk ka mënyrë të lehtë për ta thënë këtë. Kur u rrëzova, nuk e humba ndjenjen. Isha I ndërgjegjshëm gjatë gjithë kohës. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, gati e prekshme. Anila mbeti e palvizur, duke përpunuar fjalët, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë do të thoshte kjo. Gjatë gjithë kohës, zëri I saj u drodh.
ju ishit zgjuar dhe nuk thate asgjë? Artani pohoi me kokë, i path të duronte shikimin e saj. Doja të shija se si do të reagonin njerëzit. Doja të dija kush kujdesej vërtet. Ishte egoiste, ishte gabim dhe e di këtë. Por dua që ta dish se dëgjova gjithçka që the. Për prindërit e tu, për mënyrën se si ndihesh për trenjakët, për gjithçka. Anila ndjeu se këmbët po i priteshin. U desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Trenjakët, duke ndjerë tensionin, filluan të lëviznin. Bora u ankua, era u kap më fort pas qafës së Anilës, besi fsheu fytyrën në supin e saj. Ju më dëgjuat? Zëri i saj po thyej, por kishte diçka më shumë aty tani. Kishte zemërim. Ju më dëgjuat duke folur për gjërat më të dhimbshme të jetës sime dhe qëndruat aty duke u shtirur? Duke përdorur dëshpërimin tim për çfarë? Për një test? Për të parë nëse jam mjaftueshëm e mirë? Nuk ishte kjo, u përpoq të shpjegonte Artani, por ajo e ndërpreu. Nuk ishte kjo? Atëherë çfarë ishte? Argëtim? Kuriozitet? Ju më bëtë të rjetoj gjën më të keqe që më ka ndodhur ndonjëherë. Më bëtë të kujtoj ditën që prindërit e mi vdiqën. Më bëtë të fajsoj veten për diçka që nuk ishte faji im. Dhe ju ishit aty duke dëgjuar gjithçka, sikur të ishit një spektator që shikonte një shfaqje teatri. Lotët filluan të rridhnin përsëri, por këtë herë nuk ishin nga trishtimi. Ishin nga indinjata, nga hidhërimi, nga një zhgënjim aq i thellë sa dhimbte fizikisht. Artani u përpoq të ulej në krevat, por dhimbja në supë e pengoi. Anila, e di që nuk kam justifikime. E di që isha mizor. Por dua që të kuptosh se ajo gjë mi hapi sy. Të dëgjova duke folur për trenjakët sikur të ishin fëmijët e tu. Të dëgjova duke thënë se e ruan çdo moment sepse askush tjetër nuk po e ruan. Dhe kuptova se ke të drejtë. Unë nuk jam i pranishëm. Unë nuk jam baba. Jam vetëm dikush që paguan faturat. Dhe ju mendoni se kjo ndryshon diçka? Ju mendoni se sepse tani e kuptuat të dukshmen, gjithçka është zgjidhur? Anila dridhej, por e mbante zërin të prerë. Unë jam këtu prej muajsh, zoti Artan. Muaj të tërë duke u kujdesur për Borën, Erën dhe Besin sikur të ishin të mitë. Zgjohem në mesnat kur ata qajnë. U këndoj që të flenë. Festoj çdo hap të ri, çdo të qeshur, çdo arritje të vogël. Dhe ju kaloni pranë meje çdo ditë sikur të isha e padukshme. Sikur të isha vetëm një tjetër mobilje në shtëpi. E di. Dhe më vjen shumë keq. Zëri i Artanit ishte i ngarkuar me një emocion që ai rrallëherë e lejonte veten ta ndjente. Kam kaluar gjithë jetën duke besuar se suksesi ishte të ndërtoje një kompani, të kishe para, të kishe pushtet. Kur nuk ndalova të mendoja për atë që vërtet ka rëndësi. Dhe ti, që humbe prindërit që e di vlerën e pranisë, po ma mëson këtë në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Unë nuk jam këtu për t'ju mësuar asgjë. Unë jam këtu sepse duhet të punoj. Sepse kam nevojë për një vend ku të qëndroj. Sepse këta 3 fëmijë kanë nevojë për dikë që vërtet kujdeset për ta, me që as babai as nëna nuk duket se duan ta bëjnë këtë. Anila u kthye për të dalë, por Artani e thirri. Anila, prit. Nuk po kërkoj falje sepse e di që nuk e meritoj. Por po kërkoj një shans. Një shans për të provuar të jem një baba i vërtet. Të jem i pranishëm. Të mësoj nga ti se çfarë do të thotë të kujdesesh. Ajo ndaloi te dera, me shpinë nga ai. Dhe çfarë fitoj unë me këtë, zoti Artan? Çfarë ndryshon për mua? Do të vazhdoj të jem dadoja. Do të vazhdoj të jem e padukshme. Do të vazhdoj të ruaj kujtimet që ju duhet t'i ruanit, sepse në fund, kur ju të lodheni nga ky version i ri i vetes, do të ktheheni të jeni ai që keni qenë gjithmonë. Dhe unë do të vazhdoj këtu, duke dashur 3 fëmijë që nuk janë të mitë, duke e ditur se një ditë do të më duhet të largohem dhe t'i lë. Nuk duhet të jetë kështu. Artani u përpoq të ngrihej duke injoruar dhimbjen. Ti nuk je e padukshme. Ti je personi më i rëndësishëm në atë shtëpi. Trenjakët të duan. E pash këtë. Kur isha në dysheme, ata nuk më pan mua. Pan ty sepse ti je siguri, ti je prani, ti je dashuri. Dhe unë dua të mësoj të jem edhe unë kështu.
Anila u kthye dhe Artani pa në fytyrën e saj një përzierje emocionesh që nuk arrinte t'i deshifronte. Kishte shpresë aty, por edhe mosbesim. Kishte dëshirë për të besuar, por edhe frikë për të zhgënjur përsëri. Ju doni të mësoni? Atëherë filloni duke dëgjuar atë që do t'ju them tani. Këta fëmijë nuk kanë nevojë për një baba të përsosur. Kanë nevojë për një baba të pranishëm. Nuk kanë nevojë për lodra të shtrenjta. Kanë nevojë për dikë që ulet në dysheme për të luajtur me ta. Nuk kanë nevojë për një apartament të madh. Kanë nevojë për një përqafim që i strehon kur kanë frikë. Nëse vërtet doni të ndryshoni, do t'ju duhet të lini pas Artan Berishën, biznesmenin e suksesshëm, dhe të mësoni të jeni thjesht baba i Borës, Erës dhe Besit. Dua të provoj. Për herë të parë në jetë, Artani pranoi një cenueshmëri të vërtetë. Nuk di si, por dua të provoj. Anila shikoi trenjakët që ishin qetësuar në krahët e saj. Bora luante me kopsën e uniformës. Era kishte fjetur përsëri. Besi shikonte baban me ata sytë e mëdhenj dhe kurioz. Ajo pëshertiu, e lodhur, por edhe e vendosur. Në rregull. Por dijeni se nëse ky është vetëm një impuls i çastit, nëse ju ktheheni të jeni ai që ishit pas një jave apo një muaji, unë do të largohem. Dhe nuk do t'i lë këta fëmijë të më shohin të iki pa shpjegim. Do t'u them lamtumir në mënyrën që ata e meritojnë, edhe nëse kjo ma thyen zemrën. Sepse ata meritojnë të dinë se janë të dashur, edhe nëse është nga dikush që nuk është nëna e tyre. Nuk do të jetë e nevojshme. Të premtoj se do të ndryshoj. Dhe do ta vërtetoj këtë çdo ditë. Premtimet janë të lehta, zoti Artan. E vështira është timbash. Anila doli nga dhoma, duke marrë trenjakët, dhe Artani mbeti vetëm përsëri. Por këtë herë heshtja ishte ndryshe. Nuk ishte boshe. Ishte plot me mundësi, me frikë, me shpresë, me një të ardhme të pasigurt që do të varej tërësisht nga zgjedhjet e tij nga ai moment e tutje. Kur doli nga spitali 2 orë më vonë, Artani u kthye në shtëpi jo me makinë me shofer, por me të njëjtën ambulancë që kishte sjell Anilën dhe trenjakët. U ul pranë saj në sedilje, në heshtje, duke vëzhguar se si ajo i rregullonte fëmijët me aq kujdes, si u këndonte me zë të ulët për t'i mbajtur të qetë, si i pastronte fytyrën Besit me cepin e uniformës së saj kur ai bënte pështym. Dhe për herë të parë, Artani kuptoi se të ishe i pranishëm nuk kishte të bënte me gjeste të mëdha. Kishte të bënte me momentet e vogla që ai kishte humbur çdo ditë, për muaj të tërë, ndërsa shtirej se puna ishte më e rëndësishme se jeta. Arritën në shtëpi kur dielli tashmë kishte filluar të lindte, duke pikturuar qiellin e Tiranës me tone portokalli dhe roz. Teto Liria ishte te hyrja kur ata hynë. Sytë e saj u zmadhuan kur pa shefin të lënduar, Anilën të raskapitur me trenjakët. O Zot, çfarë ndodhi? Anila shpjegoi shkurtimisht. Një rënje nga shkallët. Ai është mirë, faleminderit Zotit. Vetëm ka nevojë për pushim. Teto Liria e shikoi Artanin me një shprehje që thoshte më shumë se fjalët. Kini kujdes, tha ajo, por nuk po fliste vetëm për rënjen fizike. Hipën në ashensor në heshtje. Kur dera e apartamentit u hap, gjithçka dukej njësoj, por në të njëjtën kohë krejtësisht ndryshe. Artani nuk shkoi direkt në zyrë apo në dhomë. Shkoi në sallon, u ul në divan dhe thjesht qëndroi aty. Anila kaloi pranë tij duke mbajtur trenjakët, duke shkuar drejt e në dhomën e tyre. Artani e dëgjoi duke ngjitur shkallët, dëgjoi zhurmën e butë të dyerve që hapeshin e mbylleshin, dëgjoi zërin e saj duke kënduar një ninull. Dhe mbeti aty ulur duke dëgjuar, siç nuk kishte bërë kurrë më parë. Nuk e ndezi celularin, nuk e hapi laptopin, nuk mendoi për mbledhje apo kontrata. Thjesht qëndroi aty, i pranishëm për herë të parë pas një kohe të gjallë. Pas një kohe që ju duk e përjetshme, Anila zbriti shkallët. Kishte ndëruar uniformën e zhubravitur me një veshje të thjeshtë, kishte lëshuar flokët, kishte larë fytyrën. Duke e raskapitur, por kishte një vendosmëri në sytë e saj që Artani nuk e kishte parë më parë. Ata po flen. Do të përgatis kafen. Artani u ngrit me vështirësi. Lërm të ndihmoj. Ajo u kthye, e habitur. Ju duhet të pushoni. Mjeku tha pushim absolut. Edhe ti ke nevojë, ja ktheu ai. Ke qëndruar zgjuar gjithë natën, duke mbajtur 3 fëmijë, duke u kujdesur për një shef që nuk meriton as gjysmën e përkushtimit tënd. Më lër të paktën të bëj kafen.
Anila hezitoi, por në fund pranoi. Shkuan bashkë në kuzhinë dhe për herë të parë ishin krah për krah, duke bërë diçka të thjeshtë. Artani mori kafetieren, por duart i dridheshin. Anila vëzhgonte dhe kur ai gati sa nuk e rrëzoi filxhanin, ajo e kapi. Faleminderit, tha ai. U ulën në tryezën e kuzhinës, njëri përballë tjetrit me filxhanët e kafes që tymosnin mes tyre. Drita e mëngjesit hynte nga dritarja. Artani mori një gëllënik dhe theu heshtjen. Babai im ishte si unë. Biznesmen, gjithmonë i zënë. U rrita duke e parë nga larg, duke admiruar suksesin e tij, por kur pa e njohur vërtet se kush ishte. Kur vdiq 10 vjet më parë, kuptova se nuk kisha kujtime të vërteta me të. E mbaja mend vetëm me kostum, gjithmonë me nxitim, gjithmonë duke thënë se do të flisnim më vonë. Dhe ajo më vonë nuk erdhi kurrë. Anila e dëgjonte në heshtje, duke mbajtur filxhanin me të dyja duar. I premtova vetes se do të isha ndryshe, vazhdoi Artani. Se kur të kisha fëmijë, do të isha i pranishëm. Por kur lindën trenjakët, unë u panikova. Nuk dija çfarë të bëja me 3 foshnja që qanin në të njëjtën kohë, që kishin nevojë për vëmendje të vazhdueshme, që ma kthyen jetën përmbys. Dhe bëra atë që bënte babai im, u zhyt në punë. Sepse punën e kuptoja. Fëmijët, jo. Ju keni frikë prej tyre, tha Anila, jo si akuzë, por si vëzhgim. Artani pohoi me kokë. Kam frikë të dështoj, të mos jem babai që ata meritojnë. Dhe pastaj kuptoj se pikërisht këtë po bëj. Po e përsëris. Trenjakët do të rriten dhe nuk do të më mbajnë mend mua. Do të mbajnë mend ty. Ka ende kohë, tha Anila butësisht. Bora, Era dhe Besi janë 10 muajsh. Ata ende nuk do të mbajnë mend asgjë që ka ndodhur deri tani. Gjithçka që ka rëndësi është ajo që do të ndodhë nga sot e tutje. Nëse ju vërtet doni të jeni të pranishëm, keni gjithë një fëmijëri përpara për ta bërë këtë. Artani e shikoi dhe për herë të parë ndjeu diçka të ngjashme me shpresën. Do të më mësosh? Nuk ka të bëjë me mësimin, u përgjigj ajo. Ka të bëjë me të qenit. Ka të bëjë me zgjimin kur ata qajnë, edhe pse je i lodhur. Ka të bëjë me lojën në dysheme, edhe pse ke mbledhje të rëndësishme. Ka të bëjë me mbajtjen në krah, edhe kur krahët të dhëmbin. Ka të bëjë me të qenit aty çdo ditë, në momentet e mira dhe në momentet e vështira. Kjo do të thotë të jesh baba. Kjo është dashuria e vërtetë. Artani e mbaroi kafen, e vendosi filxhanin mbi tryez dhe shikoi nga dritarja. Jashtë, Tirana zgjohej për një ditë tjetër. Miliona njerëz vraponin, punonin, luftonin. Dhe aty brenda, në atë apartament të madh që gjithmonë dukej bosh, 3 fëmijë flinin në katin e sipërm, të pavetëdijshëm për të gjitha transformimet që po fillonin të ndodhnin. Transformime të vogla, të heshtura, por të thella. Të llojit që vërtet kishin rëndësi. Javët e para ishin më të vështira. Artani zbuloi se të kujdeseshe për 3 foshnja 10 muajshe ishte pafundësisht më komplekse se sa të mbyllje kontrata milionere. Bora qante sa herë që ai e merrte në krah, sikur të ndjente se ato duar ishin të huaja, pa përvojë, të pasigurta. Era refuzonte të hante kur ishte ai që i ofronte qullin, duke kthyer fytyrën anash dhe duke kërkuar Anilën me sy. Besi e pranonte më mirë praninë e babait, por vetëm sepse ishte i qetë nga natyra, jo sepse njihte tek ai një figurë ngushëllimi. Artani përpiqej. Zgjohej në mesnatë kur dëgjonte të qara, por gjithmonë arrinte me vonesë. Anila ishte tashmë aty, duke i përkundur, duke i qetësuar, duke e zgjidhur situatën. Ai ofronte ndihmë, por ajo kishte aq shumë praktik sa bënte gjithçka në pak minuta, ndërsa ai ende po përpiqej të kuptonte se cila foshnjë po qante. Në ditët e para, ndjeu dëshirën për të hequr dorë. Ishte më e lehtë të kthehej në rutinën e vjetër, t'i linte gjithçka në duart e Anilës, të shtirej se po përpiqej por që rrethanat nuk e lejonin. Ishte në një nga këto mëngjese, kur ishte gati të merrte celularin dhe t'u përgjigjej emaileve të grumbulluara, që Anila hyri në zyrë me Besin në krah. Djali sapo ishte zgjuar, ende me flokët e shpupuritur, syt gjysmë të mbyllur, biberonin në gojë. Duhet t'i ndërroni pampersin, tha ajo, duke ia zgjatur foshnjën Artanit. Dhe dua që ta bëni këtë vetëm. Nuk do t'ju ndihmoj këtë herë. Artani ndjeu panikun që i ngjitej. Por unë kur nuk kam ndërruar një pampers vetëm.
atëherë ka ardhur koha të mësosh. Anila ja vendosi besin në krah dhe doli, duke i lënë vetëm. Artani shikoi të birin, i cili e shikonte me një shprehje kurioze. Në rregull, kampion. Do ta bëjmë këtë bashkë. U ngjit në dhomën e fëmijëve, e shtriu besin në komodinën e ndërimit dhe filloi detyrën. Hapi pampersin, bëri një mimik nga era, e pastroi siç mendoi se duhej, mori pampersin e pastër dhe u përpoq ta vendoste. Përpjekja e parë doli shtrembër. E dyta, shumë e lirshme. Në të tretën, më në fund arriti diçka që dukej funksionale. Besi gjatë gjithë kohës e shikonte, sikur po vlerësonte performancën e babait. Kur mbaroi, Artani ndjeu një kënaqësi të çuditshme. Ishte diçka e vogël, qesharake madje, por ishte hera e parë që arrinte të kujdesej për të birin pa ndihmë. E mori besin në krah dhe zbriti shkallët. Anila ishte në kuzhinë duke përgatitur biberona. Ja dola, tha ai, me një buzëqeshje të ndrojtur. Ajo e shikoi atë, pastaj besin dhe buzëqeshi gjithashtu. Urime. Kjo është e para nga mira që do të vinë. Ditët kaluan dhe Artani po mësonte. Mësoi të njihte llojet e ndryshme të qarave, uri, gjumë, pampers i pisët, frikë, dhimbje. Mësoi ta përkunte në mënyrën e duhur, me lëvizje të buta dhe të vazhdueshme. Mësoi ninullat që këndonte Anila dhe filloi t'i këndonte edhe ai, edhe pse pa melodi, edhe pse harronte tekstin. Bora, Era dhe Besi filluan të mësoheshin me të. Nuk ishte e njëjta gjë si me Anilën, por ishte diçka. Ishte prani. Ishte përpjekje. Ishte dashuri që rritej ngadalë, por në mënyrë të sinqertë. Një pasdite, Artani ishte ulur në dyshemen e sallonit duke luajtur me trenjakët. Kishte shpërndar lodra përreth dhe secili eksploronte në mënyrën e vet. Bora përplaste një zile kundër dyshemes, e magjepsur nga zhurma. Era përpiqej të vendoste kubat njëri mbi tjetrin, duke rrudhur ballin me përqendrim. Besi zvarritej nga njëra anë në tjetrën, duke zbuluar hapësirën. Artani i vëzhgonte të tre, i mahnitur me çdo gjest, çdo zbulim, çdo moment që më parë i kalonte pa u vënë re. Ishte në këtë moment që i ra celulari. Ishte Valbona. Artani hezitoi, por u përgjigj. Zëri i saj erdhi i lartë, i irrituar. Ti nuk mund të vendosësh thjesht të ndryshosh rregullat e marrëveshjes, Artan. Unë kam të drejtë t'i shoh fëmijët në fundjavë. Dhe mund t'i shohësh, u përgjigj ai me qetësi. Por do të duhet të vish këtu. Nuk do t'i dërgoj më trenjakët në shtëpinë tënde me Anilën. Ata kanë nevojë për stabilitet, për rutinë. Dhe unë kam nevojë të jem i pranishëm gjithashtu. Ti nuk ke të drejtë ta vendosësh këtë vetëm, ja ktheu Valbona. Kam. Jam baba i tyre, po aq sa ti je nëna. Dhe për herë të parë do të veproj si baba. Nëse do t'i shohësh, eja. Dera është e hapur. Por kushtet kanë ndryshuar, Valbona. Fëmijët nuk janë më monedhë kembimi. Në anën tjetër të linjës, pati heshtje. Pastaj, zëri i saj erdhi më i ulët, gati i habitur. Çfarë ka ndodhur me ty? Jam rritur. Më në fund. Artani e mbylli dhe ja ktheu vëmendjen trenjakëve. Era kishte arritur të vendoste një kub dhe duartrokiste, krenare. Ai duartrokiti bashkë me të, duke festuar me të, dhe vajza i buzëqeshi për herë të parë vërtet. Ishte një buzëqeshje e vogël, por do të thoshte gjithë bota. Anila vëzhgonte gjithçka nga dera e kuzhinës, me një pecet në dorë dhe sytë që i shkëlqenin. Po shihte transformimin të ndodhte, ditë pas dite, gjest pas gjesti. Dhe edhe pse e dinte se kjo do të thoshte se ajo nuk do të ishte më aq e domosdoshme, ndjente një lumturi të sinqertë. Sepse në fund, ajo që kishte më shumë rëndësi ishte mirëqenia e Borës, Erës dhe Besit. Dhe ata, më në fund, po fitonin një baba. Javët u bën muaj. Artani e ristrukturoi plotësisht jetën. Delegoi më shumë përgjegjësi në punë, punësoi njerëz të besuar për të marrë përsipër detyra që më parë mendonte se vetëm ai mund t'i bënte, dhe filloi të kthehej në shtëpi në mes të pasdites. Hante darkë me trenjakët, u bënte banjë, u tregonte histori edhe pse ata nuk kuptonin ende, i vinte në gjumë. Dhe çdo natë, para se të dilte nga dhoma e fëmijëve, qëndronte disa minuta duke i vëzhguar të tre duke fjetur, duke falendëruar në heshtje që kishte pasur një shans të dy. Anila vazhdonte në shtëpi, por roli i saj po ndryshonte.
Nuk ishte më e vetmja përgjegjëse. Ishte një partnere, një udhërrëfyese, dikush që ndante përgjegjësitë në vend që t'i mbante vetëm. Dhe në këtë, edhe ajo po i lejonte vetes të jetonte. Bëri miqësi me dadot e tjera të pallatit, filloi të dilte në ditët e pushimit, u regjistrua në një kurs online pedagogjie që gjithmonë kishte dashur ta bënte, por kur nuk kishte pasur kohë. Për herë të parë që kur prindërit ishin larguar, ndjeu se kishte përsëri jetën e saj, por pa fajin se po braktiste ata që kishin nevojë për të. Ishte në një mëngjes të diele, 3 muaj pas rënies, që ndodhi diçka e veçantë. Artani ishte në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin, trenjakët në rrethojën e tyre duke luajtur, Anila duke lexuar një libër në sallon. Besi, i cili tashmë arrinte të qëndronte në këmbë duke u mbajtur te kangjellat e rrethojës, shikoi Artanin dhe tha, për herë të parë, me zërin e mbret dhe të pasigurt, "Baba." Artanit i ra luga që mbante në dorë. U kthye, pa besuar atë që kishte dëgjuar. "The baba?" Besi buzëqeshi, atë buzëqeshjen e gjerë dhe pa dhëmbë të foshnjave. "Baba," përsëriti, tani me më shumë siguri. Anila u shfaq në derën e kuzhinës me sytë e përlotur. "Të thirri baba. Ai e di kush je." Artani ndjeu lotët që i rridhnin lirshëm. U gjunjëzua pranë rrethojës, shtriu krahët dhe Besi u përkul drejt tij. Djali e përqafoi me ata krah të vegjël dhe Artani ndjeu se gjithçka, çdo gabim, çdo përpjekje, çdo natë pa gjumë, çdo zhgënjim, çdo fitore e vogël, ja kishte vlejtur. Bora dhe Era, duke parë vëllan, shtrin gjithashtu krahët. "Baba, baba," përsëritën duke imituar Besin. Ishte momenti më i lumtur i jetës së Artanit. Jo kur mbylli kontratën e tij të parë të madhe. Jo kur bleu apartamentin luksos. Jo kur pa emrin e tij në listat e biznesmenëve të suksesshëm. Por aty, në dyshemen e kuzhinës, duke përqafuar 3 fëmijë që më në fund e njihnin si baba. Valbona filloi të vizitonte më shpesh. Në fillim ishte e tensionuar, plot inate dhe kërkesa, por dalëngadalë edhe ajo po transformohej. Të shite Artanin të pranishëm, të shite trenjakët të lumtur, të shite se shtëpia nuk ishte më një fushë beteje, por një shtëpi, e bëri të reflektonte mbi zgjedhjet e saj. Kur nuk u bën përsëri çift dhe kur nuk do të ishte e mundur të fshiheshin hidhërimet e së kaluarës, por mësuan të ishin prindër bashk, secili në mënyrën e vet, të bashkuar për të mirën e fëmijëve. Teto Liria, nga portieria, komentonte me punonjëset e tjera të pallatit për ndryshimin. Ai burr ishte një hije. Tani është një baba i vërtetë. Këto ditë e pash duke zbritur me të 3 në karrocë, duke u kënduar, duke buzëqeshur. Duket tjetër njeri. Dhe ishte vërtet tjetër njeri. Artan Berisha, biznesmeni i ftohtë dhe i largët, kishte vdekur në atë rënje nga shkallët. Ai që ishte ngritur ishte Artani, babai. Dhe ky version ishte pafundësisht më i mirë, më i lehtë, më i lumtur, më njerëzor. Një vit pas rënjes, në një pasdite të nxehtë dhjetori, Artani organizoi një festë të vogël në apartament për të festuar ditëlindjen e një viti e gjysmë të trenjakëve. Ishim pak të ftuar, Teto Liria, disa dado mike të Anilës, pediatria e fëmijëve, disa kolegë pune që ishin bërë miq të vërtetë. Valbona ishte gjithashtu aty, duke mbajtur erën në krah, duke biseduar gjallërisht me Anilën për shkollat dhe aktivitetet për fëmijët. Artani vëzhgonte gjithçka nga larg, me Besin në një krah dhe Borën në tjetrin. Shtëpia ishte plot jetë, me të qeshura, me një rëmuj të organizuar që vetëm fëmijët e vegjël din ta bëjnë. Dhe ai mendoi se si ai vend, që më parë ishte vetëm xham, heshtje dhe vetmi, ishte shndërruar në një shtëpi të vërtetë. Anila u afrua me një copë tortë. "Për baban më të mirë që njoh," tha ajo, me sinqeritet. Artani buzëqeshi. "Nuk do të isha asgjë pa ty, ti më mësove atë që kisha më shumë nevojë të mësoja. Unë vetëm tregova rrugën. Ti ishe ai që vendose të ecje në të. Dhe shiko ku kemi arritur." Ajo bëri një gjest të gjerë duke treguar festën, fëmijët, gëzimin. "Kemi arritur larg," ra dakord Artani. "Por ka ende shumë rrugë përpara. Shumë ditëlindje, shumë festa, shumë net pa gjumë, shumë zbulime. Dhe unë do të jem këtu për të gjitha," premtoi Anila. "Sepse ju u bëtë familja ime e vërtetë. Ashtu siç gjithmonë kam dashur të kem përsëri. Ti ke qenë gjithmonë familje, Anila. Që nga dita e parë. Unë vetëm u vonova shumë për ta parë. Por tani e shoh.
dhe nuk do ta heq më shikimin. Atë natë, pasi të gjithë u larguan, pasi trenjakët u vunë në gjumë, Artani qëndroi në dhomën e tyre duke i vëzhguar. Bora flinte përmbys, era e përqafuar me një arush pelushi, Besi me biberonin të rënë anash. 3 jetë të vogla, të brishta, por plot dashuri dhe potencial. 3 arsye për t'u zgjuar çdo ditë. 3 shanse për të bërë gjithçka siç duhet. Artani doli nga dhoma, fiku dritën dhe shkoi në dhomën e tij. Por para se të flinte, mori celularin dhe i shkroi një mesazh vetes, diçka që donte ta mbante mend gjithmonë. Suksesi nuk matet me atë që ndërton, por me atë që bëhesh. Dhe ndërtimi më i madh i jetës sime janë Bora, Era dhe Besi, dhe familja që arritëm të bëhemi bashkë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Anilës, Borës, Erës dhe Besit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim transformimi, me këtë shans të dytë për të dashur dhe për të qenë i pranishëm, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Anilës? Ndryshimi i Artanit? Dashuria e pakushtëzuar për trenjakët? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që flasin për humbje, rinisje dhe forcën e dashurisë së vërtetë. Ju presim në episodin e ardhshëm.